Të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin për të komentuar ngjarjet më të fundit që po ndodhin në shtëpinë e Big Brother VIP Albania. Si të gjitha reagimet që në fakt kanë ardhur në kuadër të lojës për banorët nga familjarët e tyre, një reagim ka ardhur edhe nga miqtë të afërt të Rogertit. Në Instagramin e Rogertit, ato shprehin vuajtjen që në fakt banorët ja bëjnë Rogertit brënda në shtëpi. Pavarësisht të çfarë loje ka vendosur të luaj Rogerti, nuk i jepet e drejta askujt të bëjë një lojë kaq të pistë apo një gjest si e pas ka bërë Kristi. Domethënë kanë reaguar për goditjen që Kristi bëri me ujë në fytyrën e Rogertit. Besoj e mbani mend vitin e kaluar. Nuk më kujtohet a ka pasur eliminim direkt për një gjest të tillë. Apo e pa të ndërguar personin që ja kishte bërë gestin dikujt tjetër direkte në nominim. Domethënë vitin e kaluar ka qenë Gerta Gixhari, por nuk ka qenë me ujë, ka qenë me alkool, domethënë që ja gjuajti gestit, edhe e dërguan në një nominim që Gerta u mbajtë e izoluar në dhomën e surprizave. Por do me thënë që ka një diçka në këtë mes, me patjetër që jo. Për mua ky person duhet të dalë me zarf të zi direkt, pa i dhënë asnjë mundësi tjetër, qoftë nominim apo çfarë do tjetër. Do me thënë kërkojnë që Kristi të largohet me zarf të zi nga loja. Kur nuk je i gatshëm të debatosh, edhe të luash me nerva, mos luaj me duar dhe me gjëra që të çojnë drejt të dhunës fizike. Më pas do me thënë vazhdohet përsëri, shpresojmë që Big Brother VIP Albania të tregohet i drejt dhe të dënoj Kristin. Kjo nuk është një e lagur me ujë, por është dhunë. E ka hedh ujin me gjithë forcë, plus që Kristi ka fjalorin më të pistë aty brenda. Do të thënë këto janë reagimet në fakt që po vinë nga ana e familjes së Rogertit në këtë pikë, të cilët kërkojnë drejtësinë për Rogertin dhe kërkojnë që të ndëshkohet Kristi dhe t'i jepet ajo që në fakt e meriton. Ato kërkojnë që të jepet zarfin e zi dhe e krahasojnë me ngjarjen që ndodhi vitin e kaluar. Vitin e kaluar nuk ka patur një zarf të zi, ka patur një televotim i cili u hap brenda Prime-it me pyetje: na dëshironi që ta largoni Gertën nga shtëpia e Big Brotherit? Më pas publiku vendosi që Gerta të rikthehet në shtëpinë e Big Brotherit. Do me thënë, siç nënkuptohet, vllau i madh nuk ka futur një zarf të zi. Këtë si temë do ta shqyrtojmë me patjetër ndoshta në Prime për të marrë edhe përgjigjen përfundimtare kundër drejt ngjarjeve që po ndodhin brenda kësaj shtëpie.